të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen, namazin dhe prej asaj që ne u kemi dhënë, ata japin zeqat, sadaka e tjerë. Dhe ata, të cilët besojnë në atë që t'u shpall ty dhe në atë që është shpallur para teje dhe që janë të bindur plotësisht për jetën e ardhshme, botën tjetër, ahiretin. Të tillët janë të udhëzuar nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit. 2, 3, 5 E përgëzoj ata që besuan dhe bën vepra të mira se ata do të jenë në xhenete në të cilët rrjedhin lumej. Sa herë që u jepet ndonjë ushqim nga frutat e tij, ata thonë, ky është që me të ushqyem edhe më parë. Nga se u sillet ushqim i ngjajshëm vetëm në formë e jo edhe në shije. Aty do të kenë ata bashkëshorte të pastra dhe aty do të jenë përgjithmonë. 2:25 Allahu nuk nguron që të marrë çfarëdo shembulli, qoftë mushkoj apo edhe diçka më e imët se ajo. Për sa u përket atyre që besuan, ata që dinë se ai, shembulli, është i vërtet nga Zoti i tyre, ndërsa ata të cilët mohuan do të thonë, ç'deshi Allahu me këtë si shembull? Ai me të humbë shumë, e po me të udhëzon në rrugën e drejtë shumë, po me përjashtim të atyre që janë jashtë rrugës, ai me të nuk humbë tjetër. 2:26 Vërtet, ata që besuan, ata që ishin jehudi, krishterët sabejet, kishin lëshuar fenë e adhuronin engjëjt, kush besoi prej tyre, sinqerisht, Allahun dhe botën tjetër dhe bëri vepra të mira, ata e kanë shpërblimin të Zotit i tyre. Për ta nuk ka frikë, as nuk kanë përse të pikëllohen, pasi që besuan Allahun, librat të dërguarit në mesin e të cilëve edhe Muhammedin. 2:62 E ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata janë banues të xhenetit, aty janë përgjithmonë. 2:82 Nuk është ashtu, si thonë ata, po ai që i është dorëzuar Allahut dhe është bamirës, ai e ka shpërblimin e vetë të Zotit i tij, për ata nuk ka frikë, as nuk kanë pse të mërziten. 2:112 Ju, besimtar, thuani, ne i besuam Allahut, atë që na u shpall neve, atë që ju shpall Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve të Jakubit që ishin të ndarë në 12 kabile, atë që i është dhënë Musait. Isait dhe atë që ju është dhënë nga Zoti i tyre pejgamberve, ne nuk bëjmë dallim në asnjërin prej tyre dhe ne vetëm atij i jemi bindur. 2:136 E vërteta është nga Zoti yt, pra kurse si mos u bën nga ata që dyshojnë. 2:147 Nuk është tërë e mira, e kufizuar, të ktheni fytyrat tuaja ka lindja ose perëndimi, por mirë si e vërtet është ajo e atij që i beson Allahut, ditës së gjykimit, engjëjve, librit, pejgamberve dhe pasurinë që e do, ua jep të afërmëve, bonjakëve, të varfërve, udhëtarëve, lypsve dhe për lirimin e robërve, dhe ai që e fal namazin, e jep zeqatin, dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës. Të tillët janë ata të sinqertit dhe të tillët janë ata të devotshmit. 2:177 Ka nga njerëzit i cili për hir të Allahut e flijon vetveten, e edhe Allahu është shumë i mëshirshëm për robët e vet.
O ju që besuat, hyni në islamizmin e tërësishëm, përqafoni fen islame në tërësi, e mos ndiqni rrugën e djallit, sepse ai është armik i juaj i hapët. 2-207-208 Atyre që nuk besuan, u është bërë e hishme jeta e kësaj bote dhe bëjnë tallje me ata që besuan. Po ata që u ruajtën, besimtarët, do të jenë më lart mbi ata, mos besimtarët, në ditën e Kiametit. Allahu I jep shpërblim pa mas atij që e do. 2-212 O ju që keni besuar, para se të vijë një ditë kur nuk do të ketë as shitblerje, as miqësi, e as ndërmjetësi, jepni nga ajo me çka ne u furnizuam juve. Pa besimtarët janë mizor. 2-254 S'ka dyshim se ata që besuan dhe bën vepra të mira, e falën namazin dhe e dhanë zeqatin, ata I pret shpërblim I madh të Zoti I tyre, ata nuk do të kenë kurfar frike as brengosje. 2-277 Ata të cilët thonë, Zoti ynë, ne sinqerisht besuam, na I fal mëkatet tona, na ruaj prej ndëshkimit të zjarrit. Dhe ata që janë të durueshëm, të drejtë, të devotshëm e dorëdhënës, dhe të cilët në kohën e agimit, syfyrit, kërkojnë ndjes. 3-16-17 E përsa u përket atyre që besuan dhe bën vepra të mira, atyre u jap shpërblim të plotë. Allahu nuk I do të padrejtit. 3-57 Thuaj, ne I kemi besuar Allahut, edhe asaj që na u zbrit neve, edhe asaj që I është zbritur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe pasardhësve. Edhe asaj që I është dhënë Musait dhe Isait, edhe asaj që u është zbritur të gjithë pejgamberëve nga Zoti I tyre. Ne nuk bëjmë kurfar dallimi në mes tyre dhe ne vetëm atij I jemi dorëzuar. 3-84 Kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot me besim, as kënaqësinë e lumtur në xhenet, derisa të mos e jepni më të dhëmbshmen, më të dashurën e pasurisë suaj. Çka do që jepni për Zotin, Allahu atë e di. 3-92 O ju që besuat, kini frikë Allahun me një sinqeritet të vërtet dhe mos vdisni, pos vetëm duke qenë musliman besimtar. 3-102 Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. 3-104 Ju jeni populli më I dobishëm, I ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E sikur iftarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, po shumica e tyre janë larg rrugës së Zotit. 3-110 Dhe ngutuni me punë që juaj meritoni në falje mëkatesh nga Zoti juaj, u ja dhe për në një xhenet, gjerësia e të cilit tu është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, I tizë përgatitur për të devotshmin, të cilët japin kur janë shlirë edhe kur janë në vështirësi dhe që e frenojnë mlefin që u falin të keqen njerëzve e Allahu I do bamirësit.
edhe ata të cilët kur bëjnë ndonjë mëkat të shëmtuar ose i bëjnë zullum vetes së tyre, e përmendin Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre, e kush i fal mëkatet përveç Allahut, dhe që duke e ditur nuk vazhdojnë në atë që kanë punuar në të keqen. Shpërblimi i të tillëve është falja nga Zoti i tyre dhe xhenetet nëpër të cilët rrjedhin lumenj e aty do të rrijnë përgjithmonë. Sa i mirë është shpërblimi i atyre që punojnë. 136 E mos u dobësoni fizikisht dhe mos u dëshproni shpirtërisht derisa ju jeni më të lartit, po që se jeni besimtar të sinqert. 139 O besimtar, nëse u nënshtroheni jo besimtarve, ata ju kthejnë prapa aty ku ishit në kufër dhe atëherë do të jeni të humbur. 149 A është i njëjtë ai që ju bind Allahut dhe kërkoi kënaqësinë e tij, si ai që tërhoqi kundër vetes hidhërim të madh nga Allahu dhe e ardhmja e tij është xhehenemi, që është përfundim shumë i keq? Ata kanë dallim tek Allahu, e Allahu sheh shumë mirë atë që veprojnë. Është e vërtetë se Allahu u dha dhuratë të madhe besimtarve, kur ndërta nga mesi i tyre dërgoi të dërguar që atyre t'u lexoj shpalljen e tij, t'i pastroj ata, t'ua mësoj dhe sheriatin, edhe pse më parë ata ishin krejtësisht të humbur. 162-164 Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë, Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh. Ruana prej dënimit të zjarrit. Zoti ynë, atë që ti e fute në zjarr, atë e ke poshtëruar, për mizorët nuk kanë ndihmëtar. Zoti ynë, ne dëgjuam një tirës që ftonte për besim, e që thonte, të besoni Zotin tuaj. E ne besuam. Zoti ynë, na i fal mëkatet tona, na i mbulo të metat tona dhe pas vdekjes na bashko me të mirët. Zoti ynë, jep na atë që nëpërmjet të dërguarve tu, na e premtove dhe në ditën e mos na turpëro. Vërtet ti je ai që nuk e shkel premtimin. 191-194 Zoti i tyre ju përgjigj lutjes së tyre, e tha, unë nuk ja humb mundin asnjërit prej jush, mashkull qoftë apo femër. Ju jeni njëri nga tjetri, por ata që u dëbuan prej shtëpive të tyre dhe emigruan, u munduan vetëm pse ishin në rrugën time, luftuan dhe u vranë, atyre pa tjetër do t'ua shlyej mëkatet e tyre dhe do t'i vej në xhenete në të cilët burojnë lumenj. Ai është shpërblim nga ana e Allahut, se më i miri i shpërblimeve është tek Allahu. 195 Por ata që ja patën frikën Zotit të tyre, ata i kanë xhenetet nëpër të cilat rrjedhin lumenj dhe aty janë përgjithmonë. Ajo është pritje nga ana e Allahut, e për të mirët më e dobishmja është ajo që është tek Allahu. O ju besimtar, bëni durim, bëhuni të qëndrueshëm kundër armikut, rini të përgatitur dhe që të shpëtoni, ruajuni dënimit të Allahut. 198-200 O ju që besuat, mos e hani mallin e njëri tjetrit në mënyrë të palejuar,
përpos tregtisë në të cilën keni pajtueshmëri mes vete, dhe mos mbytni veten tuaj duke mbytur njëri tjetrin. Vërtet, Allahu është i mëshirueshëm për ju. Kush bën këtë që ndaloi Zoti qëllimisht dhe te i kalon kufit, ne do ta hudhim atë në një zjarr të fortë. Dhe kjo është lehtë për Allahun. 4:29-30 Ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne do t'i fusim në xhenet nën të cilin burojnë lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Aty kanë edhe bashkëshorte të pastra e hije të mrekullueshme. O ju që besuat, binduni Allahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë parashtrone atë te Allahu, te libri i tij dhe te i dërguari, po që se i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë. 4:57-59 E kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit, të tillët do të jenë së bashku me ata që Allahu i shpërbleu, me pejgamberët, besnikët e dalluar, dëshmorët dhe me të mirët. Sa shok të mirë janë ata. Ky shpërblim i madh është prej Allahut. Mjafton që Allahu di më së miri. 4:69-70 E ata që besuan dhe bën vepra të mira, ne do t'i vendosim në xhenete, ku rrjedhin lumenj e ku do të jenë përgjithmonë. Premtim i saktë i Allahut. E kush mund të jetë më i saktë në fjalë se Allahu? Kush bën ndonjë nga punët e mira, qoftë mashkull ose femër duke qenë besimtar, të tillët hyjnë në xhenet dhe nuk u bëhet fare pa drejtësie. Kush ka më të mirë se ai që sinqerisht i është bindur Allahut dhe, duke qenë bamirës, e ndjek fenë e drejtë të Ibrahimit? Allahu e zgjodhi Ibrahimin të dashurin më të ngushtë. 4:122-125 O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të tij, librit që gradualisht ja shpalli të dërguarit të tij dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, engjëjve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg. 4:136 O ju që besuat, mos i zini miq jo besimtarët e t'i lini manash besimtarët. A doni t'i sillni Allahut argument të qartë kundër vetës? 4:144 E ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij dhe nuk bën kurfar dallimi në asnjë prej tyre, të tillëve do t'u jepet shpërblim i merituar. Allahu fal shumë dhe është mëshirues. 4:152 Por ata, prej tyre që kanë thesar të diturisë dhe besimtarët besojnë atë që t'u shpall ty dhe atë që u shpall para teje, besojnë edhe ata që e falin namazin dhe japin zeqatim dhe besimtarët në Allahun e në jetën e ardhshme. Të tillëve do t'u japim shpërblim të madh. 4:162 E përsa u përket atyre që besuan dhe vepruan mirë, atyre do t'u përmbushet shpërblimi i merituar, por edhe do t'ju shtohet prej dhuntisë së tij. Përsa i përket atyre që u tërhoqën dhe mbajtën veten kryelart, ata do t'i ndëshkoj me një ndëshkim fort të dhëmshëm dhe pos Allahut nuk do t'i gjejnë vetes as mbrojtës as ndihmës.
4. 173. Ata që i besuan Allahut dhe ju përmbajtën atij, librit të tij, ai do t'i fusë në mëshirën, xhenetin e tij dhe do t'i gradoj e do t'i udhëzoj për në rrugë të drejtë. 4. 175. Atyre që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi falje për mëkate dhe shpërblim të madh. 5. 9. O ju që besuat, përkujtojeni të mirën e Allahut ndaj jush kur një popull tentoi të zgjasë duart e veta për mbytje kundër jush, kurse ai zbrapsi duart e tyre prej jush. Respektojeni Allahun duke zbatuar urdhrat e tij dhe vetëm Allahut le t'i mbështeten besimtarët. 5. 11. O ju që besuat, kini frikë Allahun dhe kërkoni afrim te ai, luftoni në rrugën e tij që të gjeni shpëtim. 5. 35. O ju që besuat, kush largohet prej jush nga feja e vet, i bën dëm vetes, s'ka dyshim se Allahu do ta sjellë një popull që ai e do atë popull, dhe ata e duan atë Zotin, një popull që është modest dhe i butë ndaj besimtarëve, por i ashpër dhe i fortë ndaj mohuesve, që lufton në rrugën e Allahut dhe që nuk i friksohet kërcënimit të asnjë kërcënuesi. Kjo, cilësia e atij populli, është dhuratë e Allahut që i jep atij që do. Allahu është dhurues i madh, i dijshëm. Mik i afërt juaj është vetëm Allahu, është i dërguari i tij dhe ata që besuan e që falin namazin dhe japin zeqatin duke bërë ruku, duke qenë respektues. E kush ka për mik Allahun, të dërguarin e tij dhe ata që besuan, s'ka dyshim se ana, pala krahu, e Allahut është nga dhënjuese. 5. 54, 56. O ju që besuat, mos i ndaloni, mos i bëni haram të mirat që për ju i lejoi Allahu, i bëri halal, dhe mos teproni, se Allahu nuk i do ata që e teprojnë, i kalojnë kufit e dispozitave të Zotit. Hani nga ajo që Allahu ju furnizoi si halal të mirë dhe, duke qenë se ju Allahut i besoni, ruajuni dënimit të tij. 5. 87, 88. Ata që besuan dhe bën punë të mira, nuk kanë mëkat për atë që ushqyen më herët, derisa ata ruhen prej haramit, besojnë dhe bëjnë vepra të mira, mandej ruhen nga ajo që ka qenë e lejuar e është e ndaluar, dhe besojnë e pastaj ruhen nga çdo mëkat dhe bëjnë mirë. Allahu i do ata që bëjnë mirë. 5. 93. Thuaj, nuk është e njëjtë e keqja dhe e mira, po edhe nëse të mahni ty shumimi së keqjes, pra kini frikë Allahun, e mos pranoni të keqen, o ju të zotët e mendjes, ashtu që të shpëtoni. O ju që besuat, mos pyetni për sende që nëse u thuhet ajo, pyetja, haptazi, ju vjen keq juve, e nëse pyetni për to gjatë kohës kur zbritej Kurani, do t'ju dalë në shesh dhe do t'a ngarkoni veten pa nevojë. Allahu u fali atë pyetjet që i bëtë më herët, Allahu fal shumë, është i butë. Një popull që ishte para jush pa të bërë aso pyetjesh, e pastaj nuk i zbatoi, u bë mohues i tyre. 5. 102. O ju që besuat, ruajeni veten tuaj.
Ai që ka humbur nuk ju dëmton juve kur jeni në rrugë të drejtë. Kthimi i të gjithë juve është te Allahu dhe ai ju njofton për atë që veprua. 5:105 Ne të dërguarit nuk i dërgojmë ndryshe vetëm si përgëzues dhe qortues. E kush besoi dhe u përmirësua, ata nuk kanë as frikë as breng. 6:48 Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatëruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë. 6:82 Ju mos u ashani ata, zota, që u luten idhujtarët pos Allahut si hakmarrje të fyejnë Allahun nga armiqësia duke mos ditur për madhërinë e tij. Kështu ne ja kemi zbukuruar çdo populli veprimin e vet, mandej e ardhmja e tyre është te Zoti i tyre, e ai i shpërblen për atë që vepruan. 6:108 Thuaj, kush i ndaloi bukuritë dhe ushqimet e mira që Allahu i krijoi për robët e vet? Thuaj, ato janë në këtë botë për ata që besuan, e në ditën e Kiametit janë të posaçme për ta. Kështu ja sqarojmë argumentet një populli që kupton. 7:32 O bijtë e Ademit, juve ju vinë të dërguar nga mesi juaj, ua përkujtojnë faktet e mia, shkoni pas tyre. E kush ruhet dhe përmirësohet, për ta s'ka as frikë as s'kan përse të pikëllohen. 7:35 Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë ndokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr, kemi zhdukur, çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj, e ata thonë, falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na e hoqi zilin. Na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne u besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që veprua. Ata të xhenetit i thërasin, i pyesin banuesit e zjarrit e u thonë, ne e gjetëm të vërtet atë që na e pat premtuar Zoti ynë, e ju, banues të zjarrit, a e gjetët të vërtet atë që ua pat premtuar Zoti juaj? Ata, banuesit e zjarrit, thonë, po. Atëherë në mes të tyre, mes dy grupeve, thëret një zë, mallkimi i Allahut qoftë mbi zullumqtarët. 7:42-44 E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. 7:181 Besimtar të vërtet janë vetëm ata, të cilëve kur përmendet Allahu u rrëqethen zemrat e tyre, të cilëve kur u lexohen ajetet e tij ushtohet besimi dhe që janë të mbështetur vetëm te Zoti i tyre. Dhe të cilët falin rregullisht namazin dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtar të vërtet dhe për këtë kanë vende të larta të Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme. 8:2-4 O ju që besuat, kur të ndesheni në turmën që lëviz ngadalë e atyre që mohuan, mos ua ktheni shpinën.
kush ua kthen atyre shpinën, në atë moment veç atij që kthehet për të luftuar ose për t'ju bashkangjitur një grupi tjetër, ai ka tërhequr kundër vetes hidhërimin e Allahut dhe vendi i tij është xhehenemi. E ai është përfundim i keq. 8:15-16 O ju që besuat, respektojeni Allahun dhe të dërguarin e tij, e mos e braktisni atë se ju po e dëgjoni, Kur'anin. Dhe mos u bëni si ata që thanë, dëgjuam, e në të vërtetë ata nuk dëgjojnë. Krijesat gjallësat më të dëmshme te Allahu janë ata të shurdhëtit, që nuk dëgjojnë të vërtetën, me mecët që nuk e thonë të drejtën, të cilët nuk logjikojnë. 8:20-22 O ju që besuat, përgjigjuni thirrjes së Allahut dhe të dërguarit kur ai, i dërguari, ju fton për atë që ju jep jetë, për fenë e drejtë, dhe ta dini se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij, dhe se ju do të tuboheni te ai. Ruajuni nga e keqja, nga dënimi që nuk i godet vetëm ata që bën mizori prej jush, por edhe të mirët, dhe ta dini se Allahu është ndëshkues i rrept. Përkujtoni kur ishit pakicë e dobët në tokë, Mekë, dhe friksoheshit se do t'ju rrëmbejnë njerëzit, idhujtarët, e ai ju mundsoi vend të sigurt në Medinë dhe ju përkrahu me ndihmën e tij, ju furnizoi me të mira në mënyrë që të jeni mirënjohës. O ju që besuat, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin, e ashtu të tradhtoni amanetet tuaja, derisa e dini sa e keqe është kjo. 8:24-27 O ju që besuat, nëse keni frikë Allahun, ai do të vërë udhëzim në zemrat tuaja, për ju, do t'ua mbuloj të këqijat, do t'ua falë mëkatet. Allahu është dhurues i madh. 8:29 O ju që besuat, kur të konfrontoheni me ndonjë grup, përqendrohuni dhe përmendni çdo herë Allahun që të arrini fitoren e dëshiruar. Dhe respektojeni Allahun e të dërguarin e tij, e mos u përçani mes vete, e të dobësoheni e ta humbni fuqinë luftarake. Të jeni të durueshëm se Allahu është me të durueshmin. Mos u bëni si ata që dolën prej shtëpive të tyre sa për krenari e për t'i parë bota, e që pengonin nga rruga e Allahut. Allahut nuk mund t'i shpëtojnë me atë veprim të tyre. 8:45-47 O ju që besuat, mos u ofroni miqësi, dashuri prindërve tuaj, as vëllezërve tuaj, nëse ata vlerësojnë mosbesimin kundër besimit. E kush prej jush miqësohet me ta, ata janë mizor. Thuaj, o i dërguar, në qoftë se etërit tuaj, djemt tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, tregtia që frikoheni se do të dështoj, vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur, të gjitha këto janë më të dashura për ju se Allahu, se i dërguari i tij dhe se lufta për në rrugën e tij, atëherë pritni derisa Allahu nuk vë në rrugën e drejt njerëzit e prishur. 9:23-24 O ju që besuat, vërtet idhujtarët janë të ndyrë, andaj pas këtij viti të mos i afrohen më xhamisë së shenjtë. Nëse i friksoheni skamjes, Allahu me dëshirën e vet do t'ju pasuroj me mirësitë e tij. Allahu është i gjithdijshëm, është i urtë. 9:28
O ju që besuat, vërtet një shumicë e parisë fetare e jehudive dhe e të krishterëve, në mënyrë të paligjshme e han pasurinë e njerëzve dhe pengojnë të tjerët nga rruga e Allahut. Ata të cilët e ruajnë arin e argjendin e nuk e japin për rrugën e Allahut, lajmëroi për një dënim të dhëmshëm. Atë ditë kur ajo, pasuri e deponuar, fërgohet në prushin e xhehenemit, e me të ashtu sharav, lyen ballët, anët dhe shpinat e tyre, do t'u thuhet, kjo është ajo që e depozituat për veten tuaj, pra shihoni atë që e depozitoni. 9, 34, 35. Besimtarët dhe besimtaret janë të dashur për njëri tjetrin, urdhërojnë për të mirë, e ndalojnë nga e keqja, e falin namazin dhe japin zeqatin, respektojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Të tillët do t'i mëshirojë Allahu. Allahu është ngadhënjues i urtë. Besimtarëve dhe besimtareve Allahu u premtoi xhenete nën të cilët rrjedhin lumenj, në to do të jenë përgjithmonë, dhe u premtoi vendbanime të bukura në xhenetin e Adnit, edhe një disponim nga Allahu që është mbi të gjitha. Ky, pra është ai shpëtimi i madh. 9, 71, 72. Por i dërguari e së bashku me të edhe ata që besuan, luftuan me pasurinë dhe veten e tyre dhe atyre u takuan të gjitha të mirat, ata janë të shpëtuarit. Allahu u ka përgatitur atyre xhenete që në to rrjedhin lumenj, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ai është suksesi i madh. 9, 88, 89. Allahu është i kënaqur me të hershmit e parë prej muhaxhirëve, migruesve dhe prej ensarëve, vendasvendimtar, dhe prej atyre që i pasuan ata me punë të mira, e edhe ata janë të kënaqur ndaj tij. Atyre u ka përgatitur xhenete, në të cilët rrjedhin lumenj, ku do të jenë përjetë të pasosur. E ky është fitim i madh. 9, 100. Allahu bleu prej besimtarve shpirtrat dhe pasurinë e tyre me xhenne. Luftojnë në rrugën e Allahut, mbysin dhe mbyten. Allahu dha premtim të cilin e vërtetoi në Tevrat, Injil e Kur'an. E kush është zbatues më i sigurt i premtimit të vetë se Allahu? Pra, gëzoni tregtisë që e bëtë me të. Ky është suksesi i madh. Të xhenetit janë edhe ata që pendohen, ata që sinqerisht adhurojnë, ata që falenderojnë, ata që agjërojnë, ata që bëjnë ruku, që bëjnë sejdë, që urdhërojnë për të mira e ndalojnë nga të këqijat, edhe përmbushin dispozitat e Allahut. Pra, përgëzoi besimtarët. 9, 111, 112. O ju që besuat, ta keni në kujdes Allahun dhe të jeni me ata të drejtit. Nuk ishte me vend për banorët e Medines e as për ata që ishin rreth tyre nga beduinët, të ngelin, pa shkuar, pas të dërguarit të Allahut e as të kursejnë veten e tyre ndaj vetes së tij, pejgamberit. Nuk ishte me vend nga se ata nuk i godet as etja, as lodhja, as uria kur janë në rrugën e Allahut, dhe nuk shkelin ndonjë vend që i hidhëron mosbesimtarët, dhe nuk arrin kundër armikut çka do qoftë, mbytje. Robërim të tyre ose nga dhënim mbi ta, vetëm se të gjitha ato do t'u evidentohen atyre si vepër e mirë, shpërblyese. Allahu nuk ua humb shpërblimin veprim mirëve.
dhe nuk japin kontribut të vogël ose të madh, nuk e ka përcejnë ndonjë lugim, e që të mos u shënohet për shpërblim atyre për t'i shpërblyer Allahu më së miri atë që vepruan. 119. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre, për shkak të besimit të tyre i udhëzon në xhenete të begatshme në të cilët rrjedhin lumej. Lutja e tyre aty është: I lartë je o Allah, e përshëndetja e tyre është: Selam, dhe lutja e fundit e tyre: Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve. 10. Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kur farë brengosje? Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshte në jetën e dunjas, në çastin e vdekjes dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim. Ai është sukses i madh. 10, 62, 64